Kemi dy vendime jashtë rendit të ditës, është një shtesë buxheti që vjen nga Këshilli i Qarkut, është edhe një projekt vendim për ndryshimet të BTP-s numër 31/30/2025. Nëse jeni dakord që të fusim rendin e ditës, Çfarë do të jetë? Dhe qartë dhe jetë është një lirë 15 milion e jetë, në ku të fëmijë që shkën në qendra Ovas, për transport, sepse ajo të qarata nuk ka mundësi me të edhe është më duhet të përmejnë në të familje në të por do të kalojë në vërmit bashkime, nuk i kalojë dot direkt, në bashkisë. Në 15 fëmijë në stadion. Deri të sundita të Kemi bashkëpunim me organizimin të listës së shkrimit. edhe një janë fëmijë ana si zyrë. Janë fëmijë Janë 13 se janë bashkëpunim lista e fëmijëve. Që diskutoni pak të hajde atje, po do të vjen kamë në ditë kur jam në ditë, kur ti po diskutojmë se jashtë apo jo në rend të ditës janë jashtë. emergjencë jo si doni ju. Nëse nëse dhe dosi në rregull, nëse nuk e dosi, kaloj për muaj tjetër. Është jashtë rendit të ditës, dhe duhet ditë dakord që ti fusim rendin e ditës dhe kemi një tjetër për disa ndryshime që është komiteti partive dhe një personal si të kufizuar dhe kufizimi i lëvizjes qytet që bëhet për çdo. Nëse ju pranoni fusim rendin e ditës edhe jeni dakord që ti fusim rendin e ditës. Okej, atëherë mirë se keni ardhur gjithë. Vazhdojmë me mbledhjen e radhës, siç edhe jeni njofuar. Sot me datë 29/05/2026, ora 10 tek salla e mbledhjeve zhvillohet mbledhja e radhës së thirrur nga kryetari i Këshillit në bazë të ligjit 139/2015 në 53 pika në numër 4 me këtë rendite. Vazhdojmë me pikën 1, miratimi i rendit të ditës. Pika 2, shërbim dhe miratim projekt vendimi për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndihmë ekonomike për muajin prill 2026. Shërbim dhe miratim projekt vendimi për dhënien e ndihmës financiare. Pika 4, shërbim dhe miratim projekt vendimi për dhënien e bursave të nxënësit për një nevojë që ndihmin arsimin me kohë plot në institucionet të arsimit republike, të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2025-2026. Pika 5, shërbim dhe miratim projekt vendimi për dhënien e ndihmës për të procedurash heqje dhe dhënien për dhënien e fondit rregulluesor publik për sipërfaqet e kultura nga shoqëria Enhanced Energy, SHPK për linjat e tubacioneve, linjën elektrike dhe objektet për mjetëse dars. Pika 6, shërbim dhe miratim projekt vendimi për dhënien e vendimit për të procedurash heqje dhe dhënien e përdorimit të kulturës rregulluesor publik për shfrytëzimin e mineralit të bromit nga objekte shëndetësore. Kemi dy projekt vendime që kanë rendin e ditës për një shtesë në buxhetin e vitit 2026 nga transferimi i fondit i Këshillit të Qarkut dhe për disa ndryshime në VKB numër 31 datë 30/06/2025 dhe pika e fundit të ndryshme. E hedhim në votim rendin e ditës? Vjen me pikën 2, shërbim dhe miratim projekt vendimi për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% ndihmë ekonomike për muajin prill 2026. Shërbim të gjitha për përdorimin e fondit të kushtëzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin prill 2026. Mbasi në aplikimin për ndihmë ekonomike në sistem, propozuar për pamje për shmëri ditës janë 7 familje të reja të cilët propozohen të trajtohen me ndihmë ekonomike nga fondi i kushtëzuar deri në 6%. Për muajin prill nga fondi i kushtëzuar deri në 6% janë 121 familje të cilët trajtohen me ndihmë ekonomike. Me këtë fond nuk mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pagë, mos deklarim mjeti, nga dekrete dhe pension. Familje që trajtohen nga fondi 6% nuk mund të trajtohen me këtë fond më shumë se 3 muaj dhe pas 3 muajsh mund të rekomandohet të aplikojë sërish në sistemin e ndihmës ekonomike.
diskutime së energetikës? Po? E jetim në votim? Ka kundër? Abstenim jo. Vjerë me pikën 3, shkërtim dhe miratim projekt vendimi për dhënien e ndihmës financiare. Për dhënien e ndihmës financiare për zonën Marieta Shinetari, zonën Majlinda Sallaku dhe zotin Ervin Musha dhe zotin Valentin Kabiu. Duhet pasur në konsiderat të gjitha vështirësitë ekonomike dhe sociale të shkruar pandemive, i kërkojmë Këshillit Bashkiak garantimin e dhënies së ndihmës financiare prej 50.000 lekësh për zonën Marieta Shinetari, 50.000 lekë për zonën Majlinda Sallaku, 50.000 lekë për zotin Ervin Musha dhe 100.000 lekë për zotin Valentin Kabiu. Zonja Marieta Shinetari është nga fshati Vejt dhe zonja Majlinda Sallaku është nga fshati Planit të Barë. Të dyja këto zone janë diagnozuar për atë lezu fare në A mund të pashtim dhe një më tjerë në thonë të mundur Suzana Sula, Italia, ajo është një Itali. Do e propozim për mujtë tjetër. Në mund të e këndryshme për të. Bëj kërkesën edhe si pas regullë. Mund të ashtë të nësot. Është një zotë Ervin Musha, i cili ka pësuar në aksident, duke marrë i Do a diskutime se pike? E jetim në votim? Pro? Vjeve pikën 4, shërkim të miratim për vendimi për dhënien e bursave për nxënësit të fëmijë në nevojë që ndjekin arsimin me kohë plot në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2025-2026. E ka të kuptuar? Përshëndetje të gjithëve. Atë mbyllimin e bursave për nxënësit fëmijë në nevojë, që ndjekin arsimin me kohë të plot në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar për vitin shkollor 2025-2026. Ministria e Arsimit në qëllim që çdo nxënës të sigurohet e drejta për arsim cilësor, si dhe shanse të barabarta për arsimin bazë për nxënësit që ndjekin mësimin në kohë të plotë në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar, që plotësojnë kriteret e PPM-s numër 666/10/2019, përfitimi i bursave të pagesave për nxënësit të arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, ka apërduar fondin për fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor për 1.185.820 lekësh. Drejtoria e Arsimit, Turizmit, Kulturës dhe Sportit, në bashkëpunim me Zyrën Vendore Arsimore Klos, Drejtoritë e Shkollave në administrimin e Bashkisë Klos dhe Drejtorinë e Shërbimit Social ka bërë të mundur evidentimin e listave përkatëse të nxënësve të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e kriterit bioekonomik, përkatësisht nxënësit të cilët bëjnë pjesë në kategorinë e jetimeve, ku numër njëri ose të dy prindrit, nxënësit me AK me prindër invalid dhe nxënës që kanë humbur kujtestarin prindërore, pa përfshirë nxënësit me prindër të divorcuar. Drejtoria e Arsimit, Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka mbajtur korrespondencë me drejtorët e shkollave të gjithë instituteve administrative, mbi evidentimin, përkujtimin dhe saktësimin e listës me emra të nxënësve përfitues të këtyre kategorive, për të ardhur në ndihmë nxënësve dhe fëmijëve dhe në fakt familjeve të tyre. Aktualisht në bashkimin Klos janë 23 fëmijë jetim, ku numër njëri ose të dy prindrit, 31 fëmijë me aftësi të kufizuar, 6 fëmijë me prindër invalid dhe 2 fëmijë që kanë humbur kujtestarin prindërore, pa përfshirë nxënësit me prindër të divorcuar, të cilët frekventojnë arsimin parauniversitar. Listën e emrave e kemi bravo. Diskutime? Sa i përket pikës? Fundi është aprovuar nga Ministria e Financave në mënyrë të veçantë, numër nga transferta nga buxheti i transfertës, është i destinuar vetëm për këtë qytet. Vetëm as nuk është plani i fëmijë. Po, vetëm për këtë. Është harruar fëmijë. Është në total 11 milion lekë të vjetra kanë ardhur në fillimi nga Ministria për këtë. Dhe ne kemi lënë se kjo që t'jepet në fund vitit shkollor, se predispozohet që edhe më avëm çdo muaj nga pak, por do të ishte Po, e hedhim në votim? Kundër nuk ka. Vjojmë me pikën 5, shërbim dhe miratim për vendimi për dhënien e vendimit për këtë procedura, shkëlqje të dhënien e vendimit nga Fondi Kryor Kullosor Publik për sipërfaqen e grupuar nga shoqëria Ens Energy, SHPK për linjat e edukacionit dhe linjat elektrike dhe objekte për lejetëse të arsimit.
Ka planë të lutem? Ja se po kam një a ndihmë të vetë me 11 vota apo shumë i Po, thjeshtë. me 11. Nëse s'do, apo me 13. Me 11. Me 11. Ashtu ka po. Atëherë, me kondisi jo e vino privat janë dërtuar 2 hece, dasi 1 dhe dasi 2. Shpendë këtu në vite edhe vazhdoj funksionin, prodhimin e energjisë, shtrihen e fondit kryor të ashtë privat, përderisa ata vazhdojnë aktivitetin, përderisa ata e shfrytëzojnë fondin kryor, ne kërkojmë nga Këshilli të Ashtisë që të jepet vendimi, të lidhet kontrata dhe të bëjnë pagesën për të territori, për si me faqë që ata se kanë përdarit. Nuk është pak, si pas përdariti që faqën e si pas se ka dhe linje energetike, ka dhe dotacione. Vlerë totale, çdo vit është 881.700 lekë në vit. 3. Përderisa këto thash janë në aktivitet, punoj, prodhojnë energji, morë vitimet e vetë, do shkitohet, për zënjë e teritorit i karton të pjorë, nuk pagujnë. I vjen paguajtë 8 milionë 8.800.000. E kur i fillo momenti më ato? Ja po që u ka Tani, duhet vendimi i Këshillit, se pa vendimi i Këshillit nuk lidhet kontrata. Edhe kontrata fillon me lidhje me datën e kontratë. Kështu që çfarë ka bërë deri sot? Çfarë bën në këtë sipërfaqe. Sepse kontrata lidhet tani prasimi të vonu. Do të ishte ditë kontrata ka kohë. Se nuk është bërë, no? S'ka pas një shakërosh ne. Kemi qenë disa herë. Atëherë, o ka planë gjë tjetër për të... Shakë që të shtashta. Interesi i subjektit është që mos lidhe kontratë, sepse s'ka pa kujtë, është shpagu mos. Edhe diçka në lidhje me këtë piko kryetare. Unë kam kërku që i shikohet herë, domethënë çka ka qenë komplet projekti, edhe për lidhje me kushtet që ka ndaj banorëve të zonës. E kam kërku si dosje, nga thonë është e juristët, akoma se këmi qëtë, nuk e kam, jo son është në e kërkes në shkrim, por të dula vëmë. Unë e di sa ajo bëhet pas kontratës që ajo kanë ditë Po tu da shohim pra se realisht ato punojnë, vinë, rrugën punë të vete, amo për të vjetë janë si kjo. A u kërkohë, ose kërkohë duke t'i këtë. Unë e di sa unë djetë një tonë, maj men që njëherë më kërku për shtimin e mbi kontratës që kishin se mbajtje të atësirë para një të vitesh, ma li shumë të atësirë shtatori, mas 15 shtatori, dhe 15 shtatori ka në të. Ajo është ajo që lidhi me komunitetin. Është tjetë ka dhe dy një mirë mbajtje, janë edhe për vicat e për rrugët. Mund ta bësh të kërkesë me shkrim, mund ta bëni me shkrim dhe mund t'ja kërkojmë atyre, po sot nuk është shkrim. Është gjë shumë e mirë që të vjetë ta shohim aty edhe në lidhje me këto tjera, domethënë sepse jo mos i paguajnë taksat, apo taksa paguese, paguajnë 10 milionë në vit pagë. Me çka kanë informacione. Por edhe për këto gjëra tjera që kanë ndërmim ndaj komunitetit, edhe këtë duhet dihet pakën janë më shumë për sqarim. E kuptoj, mund të bëhet një kërkesë me shkrim dhe e kërkojmë. A diskutime sa e përket Kam një diskutim sepse është absurde që vjetë sot e tonë shiko s'ka vjen ka unë 10 vite, i kësi kush dhe qovë, se pas të e këna një tjetër në ndine, po nuk kena bo kontratë, nuk kemi bo shumë. Kur një qytetari ti e shko me mori vërdetim, x vërdetim të në bashki, i kërkohet që nëse nuk ka paguajt taksat, nuk japim dot. Pra ato që janë përfitu milionat e tokën e gjithve, nuk ka problem, ka kalu 10 vite, ka në bërë 15, duhet nga bo kontratë. Një qytetari thjesht nëse nuk ka paguajt detyrime, nuk jepet më të ju di shumë nuk jepet një vërdetim. Në provu dhe vetë, ka pasë detyrime pa paguajt, kam shkuj pa paguajt, dhe ka marrë për përgjë. Kjo e gjësë të përlinde ka kërë shumë të rritër përshqitane, e një ka pastu, po në du në Por nuk e di se
Edhe unë jam shumë vale ta marrim pa. Jam edhe me patriotin, sepse nëse X film që është atje kush do të jetë, mendoj se do të pas një marrëveshje edhe me banorët. Nuk di çfarë datë ta mbylli uji kur ta hapë. Mendoj që do ishte detyrim nga Këshilli edhe bashkisë me pa nëse kjo marrëveshje. Ajo që A mund të jetë në kryetarës? Ashtu, djalë pas së kryetarës Kontrata rregullohet në gabimin e viteve. Pra, kjo kontratë do të ishte lidhur bashkë me kontratën që është lidhur për dhënien për drejtë të fondit kryor. Është kontratë munguar në kurrikulum e viteve që kanë qenë bërë në vite. Ja, kuptoj, po sa vite ka që është bërë gabim? Si me subjekte minerare. Sa vite ka që është bërë gabim? Mbi 10 vite, Ta po them, kjo është ide. 10 vite ka paguar. Një vjet kartes, më ka 10-90 milion lekë. Këtë bashkia se paguajnë me taksa, ka 10-90. Ma ne kjo është ide. Jo, shkore, ma mirë vonë se sa fare të një. edhe besoj një kopje të kontratës, nuk është aq e zorshme, përderisa kanë depozituar në vjen time ne kemi gjetur një kontratë në bashki. Nuk e kemi gjetur një kontratë. Që s'ka vëllë që nuk keni kontratë për ta, e morën vesh. Edhe kontratë Unë di që këto fuqiri bazenë këto me këto të mbitë banorët këtë tavërsinë dhe tavërsia bëhet me Këshillin e Baseneve për shkak të datave që quhet mundi privative dhe këto dhe për detyrimet të tjera që kanë për të pasur të rregulluar rruga për çfarë kanë për investimet e këto që më di bashkë aty në banorëve Ministrisë e Mjedisit edhe Po këtë atë jam pak të mbyllë të mode. Unë jam e këtë ide personalisht në të ide. Që okej, kontrata vëmë sa ma shpejt. Ma si ditë mos ka e para. Dhe dyta, edhe unë bashkohë me Kastriotin, përgatisi kërkesën, jam gati me filmosu, që ka përgjën pak me ca dokumenta, se çfarë marrëveshje ka, a dëmtojnë në lirit të ashtuve pak ma qarë. Në basë marrëveshjes fillestare, apo zbatohet e marrëveshje fillestare për banorët, apo jo, a ka me ankesë. Nëse nuk kanë, është ma mirë, shqyqyrë, shumë mirë, vazhdojë të ecë për para. Por nëse kanë, nuk do dalin mbrojtje këtyre banorëve. Por nuk e kemi gjetë, patë në asë arkiv nuk kemi arrit të gjemë një marrëveshje që Po nuk është sa zonë e Këshillit Komunës në 2010. Ai nuk ai gjen në arkivat e komunës. Po diku do të jetë marrëveshje. Marrëveshje është pasur. Atje, mish kresja, kontratë të tjera për shembull atëherë. Unë mendoj që është kurrë. Unë më jam një rast që na pas këtu, në moment që më basen, nuk do të shoh ti kush në Në moment që më morë baseni, është takë më gjohë, Pra, po nuk është kupjen telefoni më mamë, ideja është me të verifikojë. Ta kam idenë, unë jam dakon që sa më shpejt vazhdoj të paguaj taksa. Ka diskutime të tjera? Ja, s'ka. E jetim në votim? Pa kundër? Vjojve pika 6, shkrim dhe miratim projektimi, shkullani vendimi për këtë procedura, shkeqe dhe dhënien e përdorim nga Fondi Pyro Vullnesor Publik për shfrytëzimin e mineralit krom nga subjekti shkënderit të total. Shkëndesh që për vendeje minerale, 1493, datë 23/2010 dhe administrator shkëndijës shkënderit, a kushtron aktivitetin e tij në ekonominë kryore pagjet një dhe dy rasta veçantë dhe shtatë. Pas shumë negociatash e shkresës së Shqipërisë, ka sjellë kërkesën në Domethënë Lokales, dhe kërkohet që të bëhet dhënia për dalim lidhur kontratë, dhe veçi ka fundi biro që e bën Ministria e Mjedisit së Vendit, por duhet të dini Këshillit atje. Ky subjekt, i personeli SHPK, ka 400 metra rrugë që do të fjalë për jo rrugë kryesore, por nga rruga kryesore deri ke minera dhe
zëri 413 hektarë janë përderi që ka shekë të kupim, stonë galeri dhe galeri. Grupi punës të kapasitat progresive i takon vere kontratës pas marrë dhe një shqillet, i takon të paguj 560.000 lekë në vijë. Sepse lejë minerale këta e kanë nëzjeruar, edhe brenda me lejës minerale që kanë morë nga Ministria, por raportojnë në çdo kohë, shkëndej më nëlloj, çdo kohë ku ka gërmime, ku ka punime të tjera të reja, edhe shtohet kontrata. Shukmi dhe provëdhe në subjekt tjera, bësh 5 kontrate e vini tjere që nëse të punove. Por që në 2010, ky punon e shpurësor për në prior edhe nuk pagun. Që të kërkoj, jepet edhe një shiru të vidim kontratës o respekt, të vetë pagesët për aktivitetin në fond të prior në shqiptar. Që kërkujon që të pikë kontratës që të bëndë dhe rehabilitimin. Por rehabilitimi është me liqë. Ata ju, si sepse jene ti, ju pretendoni që i paguni Ministrisë apo kërëbëndes ku paguni gjë e rehabilitim, por rehabilitimi do të bërë aty ku prish, jo edhe ligje e ka, ose paguni e bërë rehabilitimin bashkia, ose e bërë i vetë të cakton edhe bashkia. Mirë të gjanë si tjetë Servisi në gjithë nësisht minjerë, infrastrukturale, pagun gjithë nësisht, njëri ka të një që paguan, tjetëri vazhdosër, tjetëri vazhdojnë të një vetësh. Për të shakarë të pas, që përgjojnë të shka që ka kaldu më parë, që ka të ndashë të bërë, se të mejnë disë në gjithë minjerëve, gjithë infrastrukturale, nga së në kërë të gjithë në gjithë. Gjithë për në bërë. I kemi një shumë që në bërë. Tjeri ka 2 vjetë që në paguar, tjeri s'ka kulluar, po ma të gjithë shumë tjera. Janë edhe ka pezëllon e mirare dhe shumë pare qita. Shkëve pezëllon e Ministria edhe në pare qita. Shpunër. Sot fond një të qëndrarë, dhe ashtë e plus në kapë një të qëndrarë. Si në gjithë, ka për gjithë. Në do thënë të shka që unë një vetë biznes e pjesa e minjerave, është thot në kërkesë të spika që vim i kontrolë që në vinë, o thot është pjesa e kontrolë. Kështu që të ishë shumë shpejt që institucionit të dhim. Në bishë që këtë mund të tjesë. Ose paraqitë që kërësë s'duk me? Duhet bëjt akomodacion në kërkesën edhe në pasën se njerë, paraqitë në fond me e kom të zëllu si aktivitet. Pasaj kom... Po ta ndim me dëshirë atyre në shëtë... Po nuk është në dëshirë, se të në kërë shikoj se nuk është në dëshirë. Si shtarë këtë shtarë? E kërë në shtarë në shkresë e teksa, nuk pëzënoja për e që licenza. Pasaj por, që që në ndajko i knallohë vetëm kur t'i kushëm në një ti që t'i vjetë kontrolë. Njëri ka 2 vjetë, njëri... E këna po përshumë e buqën që a kina ndorë për me bohë. Shkresa që të një... Dhe edhe bloki kumërije që... Ta kjerë si... Ato për të më pra... Po i kina bohë pra... Ka diskutime të tjera? E edhe në votim? Ta kundër? Vjojnë me pikën tjetër që kishën shtesë në bugjetin e qarkut? A një ka të lutën? Projektimi për shtesë në bugjetin e vitit 2026 nga transferi fondi nga Këshilli i Qarkut. Sipas vendimit numër 6 datë 14/4/2026 të Këshillit të Qarkut ka transferuar për Bashkimin Klos fondin 1.5 milion lekë për transport të personave me aftësi ndryshe të cilët përfitojnë nga shërbimet terapeutike. Sipas kërkesës së bërë nga Fondacioni OAS, është një numër fëmijësh 13 fëmijë, të cilët transportohen çdo ditë, domethënë për këta shërbime në qendrën e Mburrën, dhe gjatë gjithë kësaj kohe ajo Fondacioni OAS i ka mbuluar veç shpenzimet, dhe për arsye të ndryshimeve, domethënë nafta, çmimi e gjëra tjetra, ka kërkuar mbështetje financiare. Si te Bashkia ashtu edhe te Këshilli i Qarkut. Dhe Këshilli i Qarkut ka transferuar këtë fond për tek Bashkia. Dhe tani ne me këtë projekt vendim sankcionojmë që kjo transfer do të bëhet
për transfer për shoqatën OAS dhe të miratojmë lidhjen e marrëveshjes kryetari i bashkisë në fondacionin OAS për kryerjen e këtij shërbimi. Dhe bazë të shpenzimeve mujore do t'i kaloj çdo muaj për sasinë sipas shërbimit që kryen, do të zgjasë 1.5 milion derisa të kryhet shërbimi për ta fëmijët në transportin. Faleminderit. Ka diskutime? Mendoj se ka thonë shumë pak. Do të kishin dhënë më shumë fondacione të OAS për punën që kanë. Ai që vlerë sa më për një vit. Kërkesën për një vit aq që kishin në fakt. Ose ndajë vazhdon rrafti. E mira do ishte patjetër. Shumë marrë se tjerë të që është shumë e mirë sa ato i marrin edhe nga punëtitje, nga fshatrat dhe shëmblenë shumë. Do bëni punë me sa kohë. Jashtë zakonshme. Është fakt. E kemi në votim? Kundër ka? Po dia se me dorë, ne që kjo Dhe projekti vendimi tjetër për disa ndryshime ka të bërë numër 31/2025, është për miratimin e dhe parkimi, po, Anika Nëse si ju ka gjithë do vendimin e vjetë, nga morë për parkitet, do vendimin e vjetë nga morë për parkitet, kena kërkesë për shkollimin e vjetë për personat të kufizuar. E personat vendi është nuk është vendi përcaktuar me person, por vendi përcaktuar ato që janë matësi kufizuar dhe shkojnë parkojnë aty duke mos zonë nga madhja. Sepse nuk është edhe mjaftueshëm në kjo s'tjetë edhe një vend, i dhe të tjenë 2-3 apo edhe i vend tjetër. Kurse kjo pjesa tjetër e vendimit është për ndryshimin nga data 15 pas kërkesës banorëve, nga data 15 qershor, me datë 1 qershor me fillu kufizimi këtu. Nga kjo deri te gjë. Edhe lidhje me qytetin, mos presim me bona i skandal, që është problem shumë i madh. Nuk e di. Ta qenë të këtë ndryshme? Po kjo është okej. Po ta kalojmë këtë. Vendik? Ka diskutime? Po kjo është Më fal. Kemi miratuar 10% e funditës me një sens. Dhe të mëndojnë që të bëjmë për 3 mujore. Ka kaluar të viti, a mëndojnë që i arablet me për një sens, apo ta rejtë të prasë? Po një sot të shka një me një sens. Ka të shukun gjithë bizneseve, gjithë lokaleve, gjithë dyqaneve, se kam në pakëgjiz që i është puna për marketet e ti, në të pëndojnë për qytetarët të bashkësorë. Tani ke pik market një herë është të tabet. Tani është ajo tabet që nuk e jo qëndrimi makinave. Dhe dini shumë mirë që tani nuk e nga do të tjetë në shumë e pesë, supermarketi, asë kastrioti, asë ke sportau, asë në shumë. Që ose nes kena me do tabet, tani qëndrimi, për rapëtëmit, dhe e favorizur një biznes, apo tjetër në mund. Pastaj, ta ndryshojnë, ale dalim në publik, mbledhin banorë, jo vetëm biznese, vetëm banorë. Nga që qenë, qëfar thonë, banorë të më... Po pra po, banorë të biznese. Në që biznese, që në bakë, që të realisht kjo ideja. Do më thënë juve e fyta të trebujore, nga s'ku të morët asë si thonë të vazhdojë dhe po vazhdojë ato. Me gjova, nga që të që i ka shke, vetëm se unë po them. Ndërkohë që dhe, sepse është komises ka ljumi, aty po shkile çdo ditë dhe të shkile është ajo tamam që kam thonë unë dhe si shku me diskutu dhe kryetarja që të shkile punës ose ti mund së para se si e kemi sensi, nuk ma lëroj rrugën, po dhe më nështë në asë vi unë lartë, së ta lëroj rrugën do tonë se të shkile të bërë fortin ose dhe ashtu. Ideja është se përmenimi tim kjo nuk funksionon. Nuk po funksionon realisht. E si shmë është impakt, organizimin e qytetit që kemi ne, nuk ma merë neja, më thonë se Që ka bëjë? me dy sense si ka qenë. Si që qenë dy sense? Absolutisht. Mjafto që janë kamionat dhe kamionçinat mira në transportin, Kanë kamionë kamionçinat. Atëherë, deri kamionçinat se sot do prish punën. Ja, ka për të marrë një furnizim. Nuk e përballon qytetin, Absolutisht e përballon se janë gjithë dy sense. O ka sëllë, nuk e ka përballon qytetin. Absolutisht. Atëherë bëjmë pa parkingje fare. Edhe kjo po, Pse do bëjmë pa parkingje fare? As i parking e ka gjërësia në skandale. Po jenë dru për dy sotit për zotin. Por nuk e kam okasion, nuk e kam pjesa e policisë shtetit që nuk vendos gjoba. Po shkoj policisë shtetit dhe policisë bashkiake tonën që nuk vendos gjoba. Por ato një shtrëngoj këtë pjesë. Shtrëngoj, çfarë bëjmë? E kena dërguar vendimin,
po bëjnë takime çdo javë me policinë e shtetit. Po dhe që ka funksionuar, çfarë funksionon realisht se ke bërë takime? Unë ose të zbatohet aty si për një për tjetër. Të zbatohet si për një për tjetër sepse aty janë debate. Prej mendimit e diskutojmë tek të ndryshme për këtë, nuk është pjesë e përkufitimit. Kjo është kufizimin e lëvizjes për periudhën që po lëvizja nuk ka bëjë me të tjerë. Është për lëvizje që pjesë e kuptoj dëgjojmë se është për fëmijë se unë ja bëj kemi kërkuar herë pas here dhe dëgjoj. Ta jemi këto në dhe pastaj diskutojmë, është pikë tjetër. E jemi në votim? Ka kundër? Jo. Tek të ndryshmet mund të diskutojmë. Nëse dyshim se pjesë e kësaj pra pjesë e qendrës. Është stres i madh për njerëzit, për karamat për gjitha. Dhe më impakt ekonomik se ti besoj duhet obrëndlim në fondën bashkisë, ose të rejqim në dhe në shëqate në gjë, për mbrojtjen e kafshëve. Nuk ka, besoj se ka institucione sa të dush, edhe javë në për të gjë. Se nuk është gjë mirë, më thonë njerëzit ma fusin në tej, nënja për kohë dhe ja fundë shketë. Në fondën të bëni video me në ashtu, ati ke një dhe qepë, është katastrofe madhe. Një të fotë romancën. Romancën çdo ditë. Është tepër e shikueshme